Tha i çmendur të gjithë i çmendet, di atë kjo punë. Kështu që mbatë çmendurin, do çmenden gjithë rrobat pse dhe më pa për shpejt në halet gomarve. Mirë, që u kujdese për etikën, e përshëndesim zotrin. Mirëmëngjes, Flavia, ju dihet që ka aksidente rrugët pa ndryqim, rrugët të ngushta, çdo gjë është e vjedhur nga ky shtet. I ke rrugët në mes qytetit me gropa, ore të çuditshme, sidomos rrugët e Tiranës edhe te këto lagjet e reja me 7.000 euro metri katror, 1 milion euro qiraja mujore dhe prap pa trotuar dhe me gropa. Mirë këta që i shesën se janë të shmëndur, këta që i blen njerëz, ku i kanë trut. Ndoshta presin, paguajnë tani, ta kenë më vonë, nuk e di, të çuditshëm pas kemi qenë. Mirëmëngjes, Flavio, ka shumë faktor, patentat blije, rrugët pa sinjalistik, kualitimi me lek, gomat e skaduara, se gomat kanë afatin me vite, makinat me qira janë gjitha jashtë përdorimit, kryesorja atje nuk ka vlerë jeta, më duket që dalin njerëzit në rrugë pa parë fare, apo pa pare fare, pa pare s'dalin njerëzit, pa parë besoj. Ndoshta. Ndërkohë vazhdojmë me mesazh tjetër, Rama bën për ditë takime. Të dalin e flasin në studio, takoni popullin. Jepni takimet e BD-s, gjithë ditën media e Ramës japin Ramën takim. S'ka bërë si takim Rama. Rama deri tani ka takuar vetëm kandidatët e vet. S'ka bërë asnjë miting, asnjë takim, vetëm kandidatët edhe këto që gjetin Vlorë. Deri tash s'ka bërë Rama takimin. Edhe atë turin e diasporës, për energjizimin e diasporës, nëse ju kujtohet, e harroi e la. Kështu që kam përshtypjen se është histori tjetër. Mirëmëngjes, Flavia, themi drejtën, jemi bërë që mos të hapim fare televizorin me aksidentet e shumta dhe me Ramën. Nuk kemi shtet, Zoti na ruajt për këta që kemi. Me 11 majit shkojmë gjithë në votimin që të shporrim narko-qeverinë më të korruptuar në botë. Kjo nuk është as propagandë. Doja shumë që të ishte kështu shprehje militante, por në fakt ne jemi te këto sondazhet e korrupsionit. Rekordmen. Jemi në fakt të erë që është numër 1 dhe kanë kollaj. Dakord, mi që dashur është e çuditshme, ndërkohë ku e kam atë listën e deklaratave më bombastike që keni përzgjedhur nga këto të Ramës, përse kisha këtu një listë shumë simpatike, se ka pasur zhvillime spektakolare kjo fundjavë. Reagimi i Ramës për reformën e drejtësisë nga Durrësi, ku ka dhe shokun e vet të ngushtë aty që ju kput shpirti për arrestimin e Velies, siç ka thënë. Njishi. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajthitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodh. Stop një sekond. I vjen keq për dikë që ka qenë me këtë dhe është në duart e drejtësisë, por nuk i vjen keq për shembull për vjedhjet që mund të ketë bërë ai? Dëmin buxhetit të shtetit, taksave të qytetarëve, shërbimeve të qytetarëve, nuk zero ndjeshmëri, po i vjen keq se ka qenë shoku vetë dhe siç na vjen ne keq për shembull për spaçatorin e lagjes që e kemi shok fëmijëri, ose atë që ve loto dhe e ka arrestu policia. Kjo lloj keqardhje, zero keqardhje për taksapaguzin. Interesante që është kryeministri. Hajde ta dëgjojmë edhe një herë. Edhe një herë, është romantik shumë. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajthitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Kapak po sete, komplet. Ndërkohë një mesazh më thotë, mirëmëngjes, doja të flisja për aksidentet rrugore, që Shqipëria është si mos më keq. Aksidenti mes natës në rrugën e Rinasit me 4 viktima, më bën përshtypje që policia nuk merr fare përgjegjësi. Mirëmbajtja sinjalistikës zero. Dakor, për mua faj kryesor kishte drejtuesi mjetit dhe betoniera kishte ndaluar, e zë me defekt. Po ky shoferi mos të vejë sinjalistikën e trekëndshën 100 metra pas kamionit e rëndishtë dhe aty hyn si e ka marrë atë patentën. Faj ka policia rrugore për këtë arsye. Policia natën futet nëpër klube dhe afusin me meze, raki nuk bëjnë patrullim. Po edhe mirëmbajtja sinjalistikës dhe këta afusin gjumit. Natën nuk kontrollon ore,
E lëm këto, po një çik ndriçim, se ju nuk e mbani mend ndoshta, po unë i mbaj mend kronikat e lajmeve për instalimin e ndriçimeve në çdo cep të Shqipërisë dhe kot që instaluan ato thjesht sa bën tenderin se s'ndezin asnjëra se nuk punon asnjëra.